Ky objekt i papërfunduar në zemër të Mitrovicës, në tokën e tyre, ishte shtëpia dhe e ardhmja e premtuar për familjen Mustafa. Ata po kërkojnë të drejtën e tyre përmes gjykatës tash e 18 vjet për dëmin që ju shkaktua e ndërtimin që nuk u krye kurrë. Kemi pas shtëpi në qendër të Mitrovicës dhe gjatë luftës u diq në tërësi nga forcat serbe. Ata e kishin pastru venin në tërësi, kishin mbjell bare dhe ka pas 4 are, afërsisht 4 are tokë. Në vitin 2003, në pamundësi për të rindërtuar shtëpinë e tyre të digur gjatë luftës, familja Mustafa kishte lidhur kontratë me kompaninë Durante Group. Mandej, pasi që ne nuk kishim mundësi të ndërtojmë diçka vetë, e nënshkruam kontratën me zotëri Bujar Goranin, pronari i firmës Durante Group, për ndërtimin e një objekti afarisobaresor, i cili duhet të kryej për 20 muaj. Por afati kaloi, objekti nuk u përfundua. Mirë po, nuk u kryej për 20 muaj, nënshkruam edhe një kontratë tjetër për kompenzim, mujor, deri në dorëzimin e qelsave në dorë. Ata u detyruan të jetojnë me qira, e disa prej tyre u larguan nga Kosova. Kunati im ka jetu me qira, dikun është vendos, kurse ne kemi shku në Gjermani, në familja ime. Kunatit ja ka pagu qiran nga 150 euro në muj, neve gjatë asaj kohë kurgjë, mandej ka qenë, nëse nuk arrihet kompenzimi në kjo ndërtimi me kohë, atëherë kemi bo një kontrat tjetër që çdo muj do të na paguaj kompenzim, pa të fillu me pagu atë kompenzim, pak një sasi të vogël e ka pagu, mirë po jo, mandej e ndërprejti në vitin 2006, ndërprejti krejt, ndërprejti punimet, dhe kështu ma nuk pagujti asgjë. Përveç ndërprerjeve të punimeve, mos pagesave të qerave, Gjevahire Mustafa pretendon se nuk arrinin të kishin kontakt me ndërtuesin Gorani. Nuk kemi pas kontakt, jemi përpjek shumë e marrë me bisedu me te, mirë po aji i këtë kontakti me neve. Nuk kemi pas kurfar kontakti, që ata saj kohë sa e kemi kërku. Po në vitin 2007, mande jemi mundu me bë kontakt me te, jemi mundu gjithse si kemi shkru të thirë në telefon, nuk është lajmëru në mesazhet tona, kemi shku shpesh, kunati im ka shku shpesh në Prishtinë, me shpresë se do të takojnë në zyre, do të gjenë, ose ka pritë edhe para zyrës, edhe ka shetit rrugëve të Prishtinës, me shpresë se e takon dikon rrugës, por kot.